Dhe prej Gjilanit jemi kthy prapë në studio në familja jonë, ku do të vazhdojmë bisedën me nutricionisten, dietologën Albulena Shabani Lazi, e cila tashmë ka ardhur dhe i ka bogati komplet gjanat që ka me gatu. Mirë se erdhe Len. Faleminderit, mirë se Shumë knatësi me të pas. Unë e di për shoh Lenën shumë aktive në për mediume, në për intervista, në për takime të ndryshme, në për konsulta me pacient, po te familja jonë se që kam një ndjesi si kur jena në shtëpi, edhe po flasim si prej shtëpis me nda një menim me miqtan. Edhe me të vërtetë çdo recete jote apo komentohet shumë, po shpërndahet shumë, po ruhet shumë. Kjo më bën më një shumë krenar që je pjesë e familja jonë edhe që bashkë po kontribojmë të shtetarë tanë. Gjatë këtë këti rrugtimi jonë, në fond po marrë material edhe po dalë me një diçka që apo duhet. Për ta të shpisë. Po, fiks, e vërtet. Jo, unë e thash fillim të emisionit që Lena një 100% u fokusu që në Ramazan me na bo edhe pak ma shumë presion pozitiv që iftara dhe si fyrat me i pas sa ma të shnetshëm dhe sa më përmbajtje ushqimore të kena ta. Me shfrytzu edhe në aspektin shëndetësor të pas parasysh që edhe plot ullumtime, edhe shkenca, përvërteton efektin e fasting edhe përvërteton krejt kohën këtë efektin 16 orë pa ushqim, e pse ju, masi veç kemi mundësi edhe ta shkoa ideale, pse mos me shfrytzu edhe në aspektin shëndetësor, pse ju edhe në aspektin fizik. Mendor, po folëm edhe ma herët me psikologën, edhe ishte një benefit shumë i madh dhe i lartë tek shëndeti mendor, edhe patjetër që shkenca e thot që është edhe një pjesë e domosdoshme e çdo organizmi, kur po tham këto edhe ata të cilët nuk janë që e praktikojnë për shkak të fesë, agjërimin le ta bëjnë për shkak të shëndetit të tyre, sepse fasting është metoda më e mirë e rregullimit të metabolizmit. Fasting për momentin konsiderohet kirurgji pa brisk. Bravo, shumë. Është për parandalim, e mos flasim edhe për shërimin, edhe në mbështetjen në shërimin e plot sëmundjeve shëndetësore, më me thënë të gjitha funksioneve në organizmin e njeriut. Këto e thot shkenca edhe është të vërtetu se cilin herë ma shumë, po këto e vërtetojmë edhe na edhe shohim çdo ditë të njerëz që vinë, konsultohen edhe kalojnë përmes neve, më thonë, jemi bashkë. Jeni bashkë dhe bëni ndryshimet bashkë. Para se me kalu të receta, Len, jemi në mes të Ramazanit, është dita e 16, edhe organizmi tashmë i secilit që po agjeron sikur e ka pranu këtë ndryshimin e rutinave. A është kjo fazë më e lehtë e agjerimit tash? Realisht, kjo është faza piku ku ata që kanë agjeru prej fillimit të deri tash, sidomos ata që kanë agjeru mënyrën e duhur, i kanë marrë konsultat tona, recetat tona, dhe ata që i kam sinqerisht edhe me plane, e vrejnë ditën e 16, është edhe logjikisht edhe shkencëtarisht e vërtetuar që në ditën e 16 vrehet efekti pozitiv i agjerimit. Bëhet një lloj stabiliteti që nëse veç jetu majt mënyrën e duhur, se nëse edhe tash ki kokdhimbje lodhja, atë normal që jep me kuptu që nuk jetu majt që shduhet. Nëse pe marr Ramazanin mënyrën e duhur, mas ditës 16, efektet e para të veprimit, do më thënë të procesit ketogenezës dhe autofagjisë, nëse ka ndodhur si duhet në trupin tënë, i vrem pikërisht në ditën e 16, edhe kjo është dashur mu vrejt deri tash, normal që tani benefitet fillojnë mu vrejt edhe në stabilizimin e plot problemeve tjera shëndetësore në ditët në vijim, e mas shumë ti kur kalon dita e 29. Cilat janë ato efekte, Len, që ta dinë edhe ata që po na shikojnë? Fillimisht në sistemin nitrat, për arsye se ditë të para metabolizmi pson një traumë për shkak ndryshimit, mund me pas çrregullim edhe njashqitje, mund me pas fryrje, për shkak të asaj fryrjes mund me pas lodhje, kokdhimbje. Më thonë, në ditën e 16 ishdo ashtë më stabilizu edhe, më thonë, përgjithësi metabolizmi, për arsye se tu pas parasysh që melqia është laboratori i organizmit, në këtë rast agjerimi ndikon në funksionin e melqisë, në detoksifikimin e melqisë, dhe më e mira është kryesisht tek laboratori jonë i organizmit, në këtë rast mas pari e vrejmë të sistemi tras. Fillon më rregullu metabolizmi, në momentin që rregullot metabolizmi fillojnë me marë, do më thamë, benefit të krejt sistemet. Sistemi kardiovaskular, endokrini besa, ndërtparet, tani sistemi respirator, fillon sistemi nervor, e kemi thënë edhe javën e kalume që ndikon me rigjeneru edhe qelizat e trurit, që në këtë rast e kemi një qetësi, realisht
e pota një koment, sa mu ka bu ofi. Një person që më konsultoj këtë tha, ku bu off sa në sistemi nervor, kështu që na buhet ofi, do më thanë, i stresit realisht, edhe asaj egos, nervozizmit, sepse arrin me ndiku edhe në sistemi nervor, sidomos këtë periudhër mas 15 ditë që veç kanë kalu, çdo është me vrejt. Normalisht po flasim për ata që nuk abuzojnë me ushqimin, sepse kemi thonë, jo veç në xhirim, po nuk duhet të abuzojmë, nuk duhet të konsumojmë ushqim të tepërt. Mirë është me ngo barkën, se syni nuk ngopet në korë. Që Lena për shembull sot i ka largu krejt atje ushqimet. Me që jemi me Ramazan, nuk po më provokon shumë. Lena që kemi me përgadit sot. Tash, për shka kërkesa o shumë, ta se për iftar e kemi një ide. është si dreka e zakonshme që kemi në shpi, po iftari u kanë shumë diskutim se qka qysha me qenë mëngjes, a me qenë dreka, me qenë dorka, qka me konsideru. Na kemi bu edhe si fyrë tjerë, po sot po du me bo një syfër. Për ata që janë pak më shumë maraklit ushqimit. Për ata që thojnë, po duhet me ongër syfër, edhe me marrë energji, se du të mungi mirë, kështu që mos mungi mirë me bukë e me pite, po me bo një syfër të shpejt, po dhe të shëndachme. Qa kemi me shfrydzu sot në recet, janë tortillat, që i kemi përgadit kusht e shtëpia me miell integral, edhe është vetëm me vaj ulliri, edhe ujë të nxehtë. Më thonë, një qysh përgaditet peta për pite, mëse me bu petën për pite, bëni me miell integral, edhe vetëm këtë formë, pjeken, tigan. Tigan, po. Dhe më thonë, ujë, krep, vaj ulliri, miell integral, as gjatë tjetër. Edhe tollot me miell, edhe direkt pa vaj pa kur gjo pjeken direkt shtu. Një të mbrëm, mujna me shfrydzu mi bu edhe pitalka të shëndetshme. Që ja kum lip Lenës këtë Ramazanit. Po, edhe realisht unë kum thonë, kish me dalë bëna i fur, me bon me një në ty në pitalka integral, i shkon shumë mirë, se na kish shpëtu. Sa ashtu kështu s'pe jekim për traditës, atë kemi me shfrydzu salatën e gjelbërt, për fibra, për lirat ushqyse që i ka. Këtu e kemi bu një lloj sosi për bazë, që e kom pregadit me krem djath, me kastraves turshi, edhe pak origano. So për shije, krip nuk i qes, për shkak që kripa nuk na vyn mos madhe në kohën e syfyrit, misër, vezir, avokado, kastraves turshi edhe tu. Do me thonë, me kitë tortil, me kitë recet, kena mi marë vitaminat, mineralet, kena mi marë proteinat e nevojshme që i marim shtazore dhe bimore prej vezës, prej avokados edhe prej tunës, probiotik kastravecin, edhe fibrat, vitaminat B, edhe krejt ato që na duhem për gjatë syfyrit. Edhe një karbohidrat i shnetshëm, se që është miell integral. Len, vetëm para se të fillosh, tuna dhe krem djathi, a janë kombinim met që s'ban me u kombinu? Është met, mundet mu kombinu, pa problem. Mundet me u kombinu. Vezën e shtypi, bashkë me avokado, mujme edhe me shtu qashtu pa shtyp, si pas dëshirës. A qëndron deri në iftar? Po jemi edhe pak minuta në iftar. E rrujmë për syfër. Po, më dashur me që kjo është një recet për syfër. Për të gjitha ata të cilët nuk ngopen me pak drithna ose me pak... Po pse jo nëse shoqërohet me një supë, edhe mjafton edhe për iftar, se i ka krejt lirat ushqyse. Për dikon që do një iftar ma të shpejt, më thani ka krejt lirat ushqyse që i duhet. Tortillat mujmi pregadit, para prakesht. Po. Lere këtë, se nuk e preke. Mos ta bitna për pak minuta, Len. Këto të njëjtin sosën e shfrytëzoj edhe për sallata, e pregaditi mundet fresk, po muj me lona dhe 3-4 ditë frigorifer. Apo? Për shkak që nuk pishet. Fantazi. Sallatën që kena mësu, e ndoj me dorë. Ka qenë një pyetje Len tek kjo pjesa kur kena spjegu që sallata spanaçi nuk prehet me thik.
Ka thone, kure hoj me piron, ta prishet vlerat të shqyse pastaj. Ta kime thonë ati shikosi. Në këtë rast kera me unë kërë me dorë. Okej. Jo, normal që si pyshem se piruni është. Nuk ka me prej, realisht, nuk i prej në ato qëllë. Me shtë ndosë, ka qenë për me në komente dhe ja që ja këthim përgjigjen. Bilis pëmsojmë ta djemë që po ankohen, që po pritojmë u qunë si fërë. Me pregadit diska shpejt, po. Që ke po duket shumë e shishme dhe ira, po i vjen shumë e mirë. Që s'kena me pritë shumë gatin. To si pas dëshires, tuna. Po, mundet mish i pulës, mundet mish i koq. Qka do që më pëlqen? Sepse janë disa ushqime që na japin ndjesin me pjuj më shumë. Qa du të me bo me evitu etjen linë gjatë ditëve të agjerimit? Për me evitu etjen, du të me reduktu kripe, kafe edhe sheqer. Sidomos syfër. Kafja edhe qajm. Kafja edhe realisht që kjo është një formë që si pas dëshirës, mujnë edhe me mbështjel me diçka letër kuzhine, ose për shambull me rëmojse. Fantazi, do me thonë një pet e mbushur me gjanat ma të shëndeshme, me një përmbajtje të ushqimeve të ndryshme me vitamina minerale, të cilat mund t'i përgatitni më herët në shtëpi, për shambull palpetat ose tortillat, ose si do që i quani këto petë që Lena i ka sjellë, mund t'i përgatitni pas iftarit, t'i leni të pushojnë dhe në sifër t'i krijoni mbushjen me cilën ju dëshironi. Po mungon një rëmojs për me kap që ato Len, po qëtash me marrin djemë këta që s'janë agjerushëm. Me rëndësi për ata që... Edhe nuk ka nevoj për rëmojs hesht tani. Si pas dëshirës, me një rëmojs ose me një litër të kuzhinës, nëse veç ka se mundet edhe me rrjedh për shkak sosit, sa si shtojmë si pas dëshirës, edhe është një syfër i shpejt, ose një vak, pse jo edhe një iftar i shpejt, i shishëm, edhe shumë i shëndetshëm, edhe me gjitha ato vlerë, ato ushqyse, që i çdasht mi pas me një vak për mi marë proteina, karbohidratet, edhe ndyrnat e shëndetshme për shkak këtë rast i kemi prej avokados, edhe të njëjtën kohë vajin ullirit e kemi përdor tek tortilla, edhe kështë qenë i vakt ideal edhe i shpejt për me pregadit. Po du me të pyet pak me që agjerimi ndërthur lëmi të ndryshme, jo vetëm atë fetare, por edhe të kjo pjesa e shëndetit. Me që gjatë gjithë ditës mund të kemi një etje pak më të shtuar se normalisht, sa mund të dëmtojmë organizmin nëse pim në shpejtësi disa gota ujë pa ndërprej? Ose a ka një agent, një protokoll të pirjes e ujit? Nuk ka nevoj me pi disa gota ujë pa ndërprej. Realisht se cili letë e logarit 0,30 ml për kilogram pesht trupore, edhe kjo është masa ujë që i duhet prej iftarit deri në syfër. Që në kuptan, një gotë ujë, afërsisht 300 ml para se me fillu iftarin, gjatë iftarit pa tjetër me qenë supa, edhe mu fokusu që me pas domate, kastravec, më thonë perimet që kanë sasi edhe t'ujt, mrapa iftarit muj me pi qaj, muj me pi edhe uj, edhe me kompenzu deri në syfër sa rrinë qutë është fjalla. Kur zgjohë me një herë në syfër, atër preferohet me pi uj, njëjtë deri në 300 ml dhe realisht kur e përfundon 2 deri në 3 hurma, preferohet deri në 3 hurma edhe një gotë uj. Ju ma mas se 300 ml, pse? E rëndësishme është sepse vesha e liron një lloj hormoni që është, më thënë, i cili indikon për mirujt langjet, edhe të njëjtën kohë ajo kryen funksionin e vet njëjtë sikur edhe me pas langje edhe ujë, detoksifikohet. Më thënë, roli kryesor është detoksifikimi i melçisë, edhe të njëjtën kohë edhe i veshkave gjatë agjerimit. Nuk kemi nevojë me marrë sasi më të lartë ujit, duhet mi ndru shprehit jo të mira që pe largojnë ujin, që e thash është shkripa, është çaji rusit që e pim me sheqer, edhe pa sheqer kur e pim çaji rusit sidomos syfër,
edhe qajrat, përgjithësinë syfër nuk preferohet. Për arsye se janë diuretik, ndikojnë mi largu langjet prej organizmit. Do më thënë, kjo është arsyeja pse na kemi etje gjatë ditës, se konsumojmë sasi të lartë kripës, edhe të njëjtën kohë për shembull pim çaj ose kafe në syfër. Këto e veti që na ndikojnë me pas etje gjatë ditës, jo sasia e ujit të tepërt, sepse ajo sasi e tepërt bën traumë. Për shembull, në organizëm eliminohet atëherë me njëherë. Nëse veç për shembull pim para syfyrit sasi të madhe të ujit, e vren që hala s'ki me flajt pa e larguat sasi të ujit, se nuk e pranon trupi në njëjtën kohë. Në ndërkohë me që iftari është më herët dhe koha pas iftarit është pak më gjatë se viteve të tjera, ki kohë edhe me pas një shujt me pemë ose diçka. Deri në çfarë ore pas iftarit në këtë vit, me që jemi në orat 18 afërsisht iftarin, deri në çfarë ore maksimumi mund të konsumojmë diçka, çka do qoftë ajo, ose pemë, ose shëndetshëm, ose pa shëndetshëm, s'ka rëndësi, po deri në një orë para gjumit, deri një orë para gjumit. Një orë para gjumit. Po, një orë para gjumit me qanë një qaj, ose eventualisht në i frut i thot, jo për shembull fruta të freskëta, në arrore, faktikisht, arroret kryesisht, frutat e thota dhe frutat e freskëta me qenë për shembull një orë mas iftarit, po jo para gjumit. Për shkak se i çojmë organizmin sasi glukozës, derisa të përpunon, kështu që vjen si fyri edhe kështu që i bëjmë dëm, i bëjmë ngarkesë organizmit, kemi kohë mjaftueshëm se është deri në ora 9 për shembull, maksimumi me mujt me përfundu shujtën e fundit, tash mbaret edhe prej ciklit se kur flen ose që e ki ritmin, se nëse shkon fitness, si sa ronda, atër ndonë këthesh prej fitnessit. Nuk ka ma kur gjo mas fitnessit, nuk u dzoja dhe pa agjerim edhe me agjerim, mas fitnessit ma nuk konsumaj. Sepse edhe organizmi me sa e di, nëse s'ga bëj edhe nëse vetë s'ke marrë proteina, është mirë diçka për proteina me marrë kur kthehesh, për shkak mi ushqym muskujt, nëse s'ke marrë proteina para prakisht një orë para se më shku në fitness, o për ndryshe më nësh. Për më dopsu më s'me ungë. Ndërsa e përmende pak më herët Lenë që metabolizmi fillon ndryshimin dhe fillimin e shprehive të mira në ditën e 16 apo në mesin e Ramazanit. Për gjitha ata të cilët kanë paraprakisht probleme të çrregullime të metabolizmit, ngadalësime e tjera. A ju ndikon edhe gjumi, sepse e dim që në Ramazan gjumi është pak mas sfidues, ose rrim deri në syfër, pjesa e zgjimit të syfyrit, pastaj nuk mund të flesh me një herë, ki më që herët me shku në punë. A ndikon edhe gjumi të kjo pjesa e metabolizmit edhe e këtyne ndryshimeve pozitive? Po, realisht për atë arsye në fillim, na kemi çrregullim, edhe ata që e kanë tregull komplet metabolizmin. Që s'kan probleme heq, po. Po, kim fillim çrregullim për shkak kësaj lëvizjes, po. Për arsye se, për shembull, kushte normale, për me marrë energji edhe më qut, du të më liru kortizoni, edhe me fillu trupi me liru insulin, a me prodhu energji. Nuk muj më këfil, pa ndull këj proces në organizëm. Edhe tash në këtë rast, na e çrregullojmë. Edhe melatonina, se në momentin që çrregullohet prodhimi i kortizolit, çrregullohet edhe melatonina, që është hormoni që na flejmë, që na qet në gjëm. Edhe normal që në momentin që çrregullohet kë cikël, normal që ka me pas çrregullime ata që janë normal, mos flasim ata që kanë probleme. Edhe zakonisht që nuk e vazhdojnë agjerimin, janë kryesisht ata që kanë probleme gastrointestinale, në përgjithësi sistemi tretës, që e ndërprejnë ose që kanë vështirësi për me vazhdu. Po, nëse veç kanë motiv dhe mujnë me shty deri në ditën e 15-2 javë pak të me kalu, ata kanë mi pas përfitimet më të mëdha se çdo problem tjetër shëndetësor, se fillon mu stabilizu, më tha me kitë ritmin e ri. Normal që e çrregullon kjo pjesa e gjumit, po në momentin që kalon kjo periudhë fillon mu stabilizu. Më thënë fillon me kalu në ritëm normal edhe prodhimi hormonave. Shumë shpejt përfundon edhe muaji Ramazanit, çka duhet me pas parasysh, secila që agjeron, për organizmin e vetë mos me dërgu një goditje, me njëherë pas agjerimit me ishti 4 shujta ditore. Çka me thonë besor, mi jam nalë bakllove, na? Ka ta mos ma nalë, se vesh qes për studios. Jo, bakllove s'u jam nalë, së është tradicionale.
po realisht e dën trupi për mu kthy normalen, po, për arsye se i mungon glukoza, nëse veç është majt njërën e dur, gjatë komplet një muj, edhe i vyn glukozë për me fillu, pa më pasysh është e mira, jo e mirë, së s'po thome keqe. Amo, realisht mos me të prushëm. Abden, pakten qatë ditën e bajramit, realisht unë për veti nuk pash qatë ditë s'muj me ungër, se di si kur blokona, ndodhë që as drejken që duhet nuk e ha, se hala s'muj mu përshtat, ma ato mdodhë ma shta një ofë që s'muj mu përshtat, me ndryshimin, filloj me hungër tani, hala ma pak sasi se sa në kushte normale, po dikujt i pëlqen edhe dënë qatë dit me bo për një me bajram, po jo me tepru, jo me zgjat ato, kjo shenë mirë me vazhdu qatë disciplin, të pakten sasis, të pakten cilsis, e di që nëse cilën familje zgjedhe cilësia ma e mirë, më thënë, mundohem me bu maksimumin që Ramazani me qenë 100% krejt ato që ka jepim, më thënë, krejt ato që i kemi, e kështë që mundu qatë sasi me majt, mundu me pregadit në shpejt, që shpo mund është me pregadit një sëfër të shpejt, mund është me pregadit edhe një shujt, një tortilo, ose një diçka që e merë me vete, edhe darken shpejt, që shpo mund është me pregadit gjësysh për iftar, mund është me pregadit edhe qëtër energji është një iftar, Lenë. Po për mirë qenë në shëndetit, kështë qenë shumë ma e mirë dhe ma e mirë së ardhën, se më thënë e mirë a krejt Ramazanit dhe që unë e vlerësoj shumë edhe është disiplina edhe shprehit. Më thënë që na i ndëran shprehit, edhe na duhet mu bindë se përdejsa na muj mi ndru njerë shprehit, pëse s'muj mi ndru gjdo herë. Se ki trupi jonë, shëndeti jonë është amanet vetëm i joni. Më thënë, është i joni edhe na duhet me ditë qësh me shfrytzu edhe sa po dojna me jetu. Sa po dojna me jetu. Mirë, mi kontribojmë, por nuk e dim, por të pak të jetojmë shëndet që ma të sa kemi me jetu. Realisht ka shumë rëndësi edhe stili jetesës, plot studime edhe një gjatësi ndikon. Normal që nuk mujna me përcaktu në si ligjë të natyres, po sinqerisht për jetë gjatësi në organeve, për funksionin e organeve, ka shumë rëndësi stili jetesës, edhe realisht ajo se qysh cilësia e jetesës, qysh kena me bo, ka shumë rëndësi prej stilit jetesës. Edhe një pyetje të fundit, Lenë, para se të ndajemi, për personat të cilët e kanë bërë planin e ushqimit tashmë tek ju, gjatë agjerimit, a do të ndryshojnë planin e ushqimit, a duhet me u lajmëru prapë për pas agjerimit? Po, krejt kanë me qanë, do më thanë, ndryshe, dhe kena me ndryshu mi bo ma mirë se zdo herë. Ma mirë, se ta që kena bo disciplinë. Kjo agjerimi kanë ndihmu këtyre personave maksimalisht, sepse kanë respektu për shumë arsye, ndërto kanë përfitu edhe nga kjo pjesa e fasting. Po, kanë me ndru krejt planet, normal. Po, për krejt shikuesit që po na ndjekin, me Lenën, e gjeni në Instagram dhe në Facebook, dhe mund të shkruani Lenës për realizimin apo edhe krijimin e planeve ushqimore për ty që dënë më dëpsu, për ty që dënë më shtu pesh, për ty që dënë me regullu metabolizmin sepse e kishëm të ngadalë, për ty që dënë me ndru shprehitit e ushqyrit sepse ke kriju shprehi jo të mira për shkak dinamizmit, e për të gjithë juve që po na shikoni. Me Lenën në Instagram dhe në Facebook. Falemderit, Lenë, falemderit ty. Në çdo herë, prej familjes tonë, po flasim edhe po kontribojmë çdo familje anë kam shqiptare kudo që që po na shohim. Si prej shtëpisë mo. Dashur miq, këto bashkë me Lenën e kemi përfunduar një syfyr të shishëm, të shëndetshëm, të shpejtë, me proteina, me fibra, me vitamina, me minerale, çdo gjë që i nevojitet organizmit tuaj që të jep edhe i ngopur, por edhe të përfitoj nga të mirat e kësaj shujte gjatë gjithë ditës sa jeni duke agjeruar. Kujdes në dëgjoni këshillat e nutricionistëve, dietologëve, mjekëve të cilët tregojnë për mënyrat se si s'duhet të abuzojmë me ushqimin, por as me ujin shpesh sepse edhe aty mund të gabojmë. Ju mos harroni që në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në portalin Familja Jon mund të na shikoni 24 orë në 7 ditë, mund të na shkruani 24 orë në 7 ditë, edhe mund të bëni pyetje apo tema të cilat dëshironi që ne t'i trajtojmë në emisionin tonë. Ndërsa, për ju të cilët dëshironi të jeni pjesë e emisionit tonë dhe të bashkëpunojmë bashkë që biznesi juaj të reklamohet, produktet tuaja të vendosen në studion tonë, të përmendet nga ne në studio, mjafton të na shkruani në cilin do prej rrjeteve tona sociale dhe takohemi për të filluar një rrugtim të ri ku bashkë rritemi si një familje e madhe. Ka këtu pëndajemi, ju vazhdoni me qëndru me televizionin, Kanal D, të gjithë ju që agjeruat, agjerim të pranuar dhe agjerim të lehtë gjatë këtyre ditëve sa kanë mbetur. Mirëmbëjtje.